Qeveria britanike ka paralajmëruar masa të reja ndaj universiteteve pasi mijëra persona kanë përdorur vizat studentore si rrugë për të kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas Home Office, kërkesat për azil nga persona që kanë hyrë me viza studimi, pune dhe turistike u trefishuan gjatë viteve të fundit, ndërsa studentët e huaj përbënin grupin më të madh të aplikantëve. Për t'i dhënë fund abuzimeve, universitetet që nuk kontrollojnë si duhet studentët e huaj, rrezikojnë të humbasin të drejtën për të rekrutuar student ndërkombëtar. Nga viti 2027 do të hyjë në fuqi një sistemi i ri vlerësimi për universitetet. Institucionet me norma të larta braktisjeje të studimeve ose me probleme në procesin e pranimit do të përballen fillimisht me kufizime në numrin e studentëve të huaj që mund të pranojnë. Nëse nuk përmirësohen, mund të humbasin plotësisht licencën për rekrutimin e studentëve ndërkombëtar. Home Office njoftoi se kërkesat për azil nga studentët kanë rënë me 30%. Por Ministri për Migracionin dhe Shtetësinë, Mike Tapp, tha se qeveria synon të shkojë më tej për të parandaluar përdorimin e sistemit të vizave si derë pasme për azil dhe punë të paligjshme. Të studiosh në Mbretërinë e Bashkuar mbetet një nga mënyrat kryesore ligjore për të hyrë dhe jetuar përkohësisht në vend, por sistemi i vizave studentore funksionon vetëm përmes rregullave të rrepta të Home Office. Për të aplikuar për vizë studimi, studenti duhet të ketë pranimin nga një universitet ose kolegj në Britani që është i licencuar si sponsor studentësh. Vetëm institucionet me këtë licencë mund të lëshojnë dokumentin që i lejon studentit të aplikojë për vizë. Sistemi për studentët ndërkombëtar, përfshirë dhe shqiptarët, bazohet në dy kushte kryesore. Studenti duhet të jetë i pranuar realisht në një program studimi dhe institucioni duhet të jetë i njohur dhe i autorizuar nga Home Office për të sponsorizuar studentët e huaj. Pas pranimit nga universiteti, studenti aplikon për vizë studentore dhe nëse e merr atë, mund të udhtojë dhe të studiojë në Britani për kohëzgjatjen e programit akademik. Home Office thekson se universitetet mbajnë përgjegjësi të madhe për studentët që sponsorizojnë, duke monitoruar regjistrimin, pjesëmarrjen dhe përfundimin e studimeve. Nëse institucionet nuk i përmbushin këto detyrime, ato mund të ndëshkohen ose të humbasin të drejtën për të pranuar student ndërkombëtar. Rregullat e reja parashikojnë masa më të forta kontrolli për universitetet, përfshirë kufizime në rekrutimin e studentëve dhe në raste të rënda heqje në plot të licencës për sponsorizim. Për studentët shqiptar, rruga ligjore për të shkuar në Britani mbetet e qartë. Pranimi në një institucion të licencuar, marrja sponsorizimit nga ky institucion dhe më pas aplikimi për vizë studentore përmes Home Office. Shpresoj t'ju kenë ndihmuar sadopak këto informacione. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel. Qëndroni të informuar. Faleminderit shumë dhe mesi pres ju takoj në videot e radhës.